Memaliaj do të pres për 2 ditë Vjosan Fest. Festivali vjen në edicionin e tij të 4. Përveç vendodhjes që do të jetë njërisë këtë vit, organizatorët premtojnë edhe shumë surpriza. Do jenë 3 stage, një stage elektronik, një stage folk dhe një stage modern ku do ketë artistë ndërkombëtar dhe artistë shqiptar që do performojnë për gjithë audiencën, cilë do vizitojnë qytetin e Memaliajt. Në 2 ditë do të ketë muzikë jo vetëm tradicionale, por edhe ajo moderne elektronike, nga artistët më të mirë shqiptar, por edhe të ftuar artistë me famë botërore, ndërsa do të ketë edhe një sër aktivitete sportive, e po ashtu edhe rafting e hipizëm. Festivali Vjosan Fest është një festival i cili kryesisht mbahet për mbrojtjen e lumit Vjos dhe promovimin e kulturës së luginës së Vjosës. Edhe autoritetet lokale presin që interesi të jetë i lartë gjatë këtyre ditëve nga vizitorë të ardhur nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Është herë e parë që zhvillojmë këtë festival këtu, uroj që të kemi një bashkëpunim të mirë, ftojmë sa më shumë pjesëmarrës nga gjithë Shqipëria, po dhe zonat përreth për ta zhvilluar këtu. Edicionet e kaluara të Vjosan Fest janë zhvilluar në qytetin e Përmetit.